thot shehu se wal kadhibu inda ahli al bid'i jami'an kullu mubtadi'in kadhab. Thot shehu gënjeshtra është e pranishme tek të gjitha pasuesit e bidatit. Çdo pasues i bidatit është gënjeshtar. Çdo pasues i bidatit është gënjeshtar, thot shehu. Shehu e thot një gjë e tillë nga njohuria e tij, që shkanë thonë selefët ridwanullahi alehim për bidatçit, dhe po ashtu edhe nga eksperienca e tij gjatë 70 vite që ka pas, duke i refuzu dhe duke i zbulu kokat e bidatit. Që shehu do të thonë kullu mubtadi'in kadhab. Çdo bidatçi do të thonë është gënjeshtar. Por ai turpi dhe mendjelehësia që ndron që ka pastaj njerëz që u besojnë këtyre gënjeshtarëve. Dalin njerëz pastaj dhe u besojnë këtyre gënjeshtarëve. Barakallahu fikum. Edhe thot Shehu Sheikh Rabia rahimahullah se për shembull nëse kanë ata të gjehum, janë për gjehmive, kanë armiqësi të ashpër kundër njerëzve të sunnetit, si për shembull Ibn Taymija, Ibn al-Qayyim, Ibn Abdul Wahhab dhe të ngjajshëm prej imamlarëve të sunnetit. Ata kanë, domethënë, kanë urrejtje dhe armiqësi të ashpër dhe të egër dhe kanë metoda të prishura që tentojnë të luftojnë imamlarët e Islamit. Kanë metoda domethënë të prishura, saqë domethënë si kishte thënë edhe ustadhi në shkrimin e tij, që ndoshta edhe shejtani donjëherë çuditet me metodat e tyre se si po veprojnë ata. Që ndoshta edhe shejtani po habitet dhe çuditet se çfarë metoda po sjellin ata. Edhe normal, ata tash në këto vende, në këto troje, në krye xhemalin, pastaj ne shihemi me xhemalin, normal ata kanë domethënë urrejtje. Se va kemi thy kokën krejtve, Eminit, Albanit, Jetonit, Spartakut, Xhaferit, Bekirit, Sadullajit, Ahmed Kala, krejt va kemi thy qafën. Tash ata e kanë pa domethënë se me këta njerëz së përballohemi drejt për drejt. S'kina as burni, as argumente. Çka? Kanë qitë profile tash, Ebu Filani, Ebu Dejjalli, Ebu Kedhabi, edhe tentojnë aty domethënë bashkërisht, edhe halebistat, edhe të tjerë domethënë na dyshimet gjen aty, dyshimet e Hadadive gjen aty, dyshimet e Ikhwancave gjen aty, dyshimet e Rafidave gjen aty. Edhe ka ata pastaj tregojnë pralla, duam filan dietarin e filan imamin. Ne jemi ata që përhapim librat, diturin e dietarëve. Ju vetëm keni pretendime. Pretendimi përderisa nuk është i bazuar në argument, është thjesht pretendim, nuk është argument.